Pse ndihesh gjithmonë I lodhur? E vërteta mbi anemin në nivel qelizor. A ndjeni sikur pavarësisht sa flini jeni gjithmonë të lodhur? Sikur energjia juaj thjesht është të zhdukur? Shumë njerëz ja vënë fajin stresit ose mungesës së gjumit, por shpesh përgjigja fshihet thellë në gjakun tuaj. Sot do të flasim për anemin, por jo thjesht mungesë hekuri. Do të zbulojmë çfarë ndodh saktësisht në nivel qelizor, pse ndodh dhe si ta kuroni atë një herë mirë. Çfarë është anemia në nivel qelizor? Për ta kuptuar anemin, duhet të udhëtojmë brenda trupit tonë në nivel mikroskopik. Trupi ynë ka miliarda ruaza të kuqe të gjakut. Mendojini ato si kamion transporti. Detyra e tyre e vetme është të marrin oksigjenin nga mushkrit dhe ta dërgojnë në çdo organ, në tru, në muskuj, në zemër. Brenda këtyre kamionëve ka një protein të veçantë të quajtur hemoglobin. Hemoglobina është si magneti që mban oksigjenin e lidhur, dhe që kjo protein të ndërtohet trupit I duhet hekur. Në nivel qelizor, anemia ndodh kur trupi juaj nuk prodhon dot mjaftueshëm ruaza të kuqe të gjakut. Kamionët, pra ruazat, nuk kanë mjaftueshëm magnet dhe hemoglobin, ose trupi I shkatron këto qeliza më shpejt se sa I prodhon. Rezultati: qelizat tuaja po mbyten për oksigjen, prandaj ju merren mend dhe nuk keni forcë. Pse ndodh? Por pse ndodh kjo? Anemia nuk është një sëmundje më vete, është një simptome e diçkaje tjetër. 3 janë shkaqet kryesore. Mungesa e lëndëve ushqyese më e shpeshta. Trupi I ka nevojë për tulla për të ndërtuar gjakun. Mungesa e hekurit, vitaminës B12 dhe acidit folik janë shkaktarët kryesorë. Pa to, fabrika e gjakut, palca e kockave ndalon punën. Humbja e gjakut. Kjo ndodh gjatë të cikleve të rënda menstruale të gratë ose nga gjakderdhje të fshehta të brendshme, për shembull nga ndonjë ulcer në stomak. Sëmundjet kronike ose gjenetike. Ndonjëherë sistemi imunitar sulmon gabimisht qelizat e veta. Anemia hemolitike, ose kemi anemi gjenetike si talasemia shumë e përhapur në zonën e mesdheut. Sa zgjat anemia? Një pyetje që e bëjnë të gjithë është: sa zgjat anemia? Përgjigja është varet plotësisht nga shkaku. Nëse anemia vjen nga mungesa e hekurit në ushqim sapo të filloni trajtimin, do të ndjeni më mirë brenda 2 deri në 3 javë. Megjithatë, duhen 3 deri në 6 muaj që rezervat e hekurit në trup, e quajtur feritin, të mbushen plotësisht. Nëse anemia është gjenetike si talasemia, ajo është një gjendje kronike që zgjat gjithë jetën, por që menaxhohet mjaft mirë me ndihmën e mjekut. Si kurohet anemia? Ndryshimi në dietë. Konsumoni ushqime të pasura me hekur si mishi I kuq, vezë, thjerza dhe fasule. Sekreti: hekuri nga bimët si spinaqi përthiset me vështirësi nga trupi, që ta ndihmoni shoqërojeni gjithmonë me vitamin C, për shembull limon si për sallatës ose një lëng portokalli. Dhe shmangni kafen ose çajin me njëherë pas ushqimit, sepse ato bllokojnë përthithjen e hekurit. Suplementet. Nëse nivelet janë shumë të ulta, mjeku do t'ju jap tablet ose shurup hekuri ose injeksione të vitaminës B12. Kujdes, mos merrni kurrë hekur në kokën tuaj sepse tepritja e tij është toksike për mëlçin. Trajtimi I problemit bazë. Nëse anemia vjen nga një gjakderdhje apo problem me stomakun, duhet kuruar ai problem që të ndalojë humbja e gjakut. Nëse ndjeni vazhdimisht të lodhur, bëni një analizë të thjeshtë gjakut të quajtur hemogram dhe kontrolloni feritinën. Është një hap I vogël që mund t'ju kthejë energjinë që keni humbur. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe mësuat diçka të re mbi botën qelizore, mos harroni të bëni like dhe subscribe dhe na tregoni në komente. A keni pasur ndonjëherë probleme me anemin? Shihemi në video tjetër.